Kemi edhe një tjetër ish banore, më thonë se kemi Kaderin, përshëndetje Kader. Përshëndetje, si jene? Mirë, faleminderit. Ke pas vetë eksperiencë me klinikën e fjalë, Kader? Po, me A Plus Medical Solution kum pas vetë bashkëpunim dhe janë shumë të mirë, edhe mi kisha me Lena është njëri jashtëzakonshëm shumë e mirë. Dhe me thonë është një njëri fjallës që i mban fjallët edhe shpinë nuk ja këthen kërkujna. Mirë, na vjen mirë për këtë eksperiencë. Pra, me gjitha të si e ke parë këtë që kemi qenë dëshmitar të gjithë kësaj. Ti në fakt, nuk më kujtohet nëse të është premtuar diçka nga Big Brother, por edhe eksperiencën e Big Brother e quan të mirë, apo jo? Po, pa tjetër, gjithmonë. Ka qenë një eksperiencë shumë e mirë dhe që tash për spitalin A Plus Medical Solution janë shumë të mirë dhe janë njerëz të fjallës, do me thonë, unë kum pas klienta që kanë shku, janë operu atje dhe janë dalë shumë të kënaqur edhe e kanë kryer operacionin për shembull me shumë suksese të mira. Mirë, Kader. Të faleminderit shumë që ke ndarë eksperiencën tënde me spitalin në fjalë. Faleminderit që ishe sot në Kosova Today, të presim një ditë në studio. Faleminderit që më ka lëfshit mirë. Faleminderit. Pra ishim kështu edhe me ish-banorën tjetër Kader Kicaj. Korap duket se nga ana e spitalit gjithçka është në rregull, nga ana e produksionit gjithçka në rregull. Urojmë që Anisa të mbase të korrigjojë ato që ka thënë, nëse e ndjen nevojshme. Ne do t'i kryojmë hapësirën siç kemi obligim si medium të kryojmë